kur Muhamedi ka qenë në Medinë a.s. ka qenë në armiqësi me hebrejt, sepse ato e luftonin. Por s'ka guxu profeti Muhammed, se nuk ka pas shanse, sa i s'kishte as i lidhje me Kuranin, që mos ta emërtoi një nga suret e Kuranit sure Marie, sure Merjem. Pra Maria dhe Merjemja është e njëjta. Kristianët i thojnë Marie, ne i themi Merjem sipas gjuhës, është po i njëjti. Edhe Isai dhe Jezusi është po e njëjta. Imagjino profetin po e luftonin hebrejt, dhe po t'ishte se autori Kuranit, hasha lillah, Zoti na fal, pa e japim si shembull. Nëse Muhamedi po e shkruante Kuranin, megjithëse s'ka ditë shkrim dhe këndim, ose po ja mësonte atij dikush, gjëja fundit e pamundshme që ai në Kuran të vendoste një sure me emrin e një hebreje që është Maria apo Merjemja. 4 ungjilë që sot i kanë kristianët, asnjë nuk është ungjilli sipas Marias dhe Merjemës. Nga 114 sure që ka Kurani, një emërtohet sure Merjem, sure e Marias, e cila me origjinë ishte hebreje, pa ajo është një nga 4 femrat më të ndershme, më të larta, më të devotshme, më të dashurat Zotit gjithësisë.